Janë hapur sot më 25 maj aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi 2026, e cila do të qëndrojë hapur deri me 26 qershor. Fondi i vënë në dispozicion arrin në 5.2 miliard lek dhe përfshin në të masa direkte dhe 3 masa investimi për fermerët e pajisur me NIP të bujqësor. Fokusi kryesor i skemës mbetet sektori blegtorisë. Fermerët që mbajnë lop do të përfitojnë 12.000 lek për krer, ndërsa për gjedhet e imta mbështetja është 1.500 lek për krer me kushte minimale të përcaktuara për tufën. Rritje mbështetjaje ka edhe për bletarin, ku pagesa arrin në 2.000 lek për çdo koshere, 2 fish më shumë se një vit më parë. Njërisi e këtij viti është mbështetja për të rinjt nën 40 vjeç, të cilët mund të përfitojnë deri në 1 milion lek për investime në fermat e tyre. Në ditën e parë të aplikimeve në Agropikën dhe Drejtorinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Lushnjë, është vërejtur interes i lartë nga fermerët. Megjithse disa prej tyre nuk kanë mundur të aplikojnë për shkak të mosplotësimit të kritereve për fshirë bashkimin e sipërfaqeve të tokës apo numrin minimal të krerëve. Fermerët kanë mendime të ndryshme për skemën, ku disa e konsiderojnë mbështetëse, ndërsa të tjerë e shohin me burokraci të shtuar për shkak të kushteve të reja. Aplikuat? Jo. Cila është arsye që nuk aplikuat? Duhet sipërfaqe prej 3 hektarësh. Ju sa keni? 1 hektar e gjys. Po si do të veproni për përfituar? Asgjë. Kanë thënë ti të bashkohen, tash se dim çfarë do bëjmë, si do vazhdojmë atutje. Do bashkohemi apo jo? Por si vjet është talli. Unë nuk e di pse me këto lekë që ka dhënë ajo, unë tokën e kam marrë me 25-30.000 lekë dylimin. E kam marrë me qira. Edhe 30-40.000 lekë vetë punime, plugime frezë, shkon 70-80.000 lekë. Vetëm 100.000 lekë dylimi. Ai thot 10.000 lekë për një dylim. Çfarë do bëjmë me 10.000 lekë? Unë më del as për rrugën për të vajtë toka dhe për të ardhur. Për bletarin edhe ata si këtë vite kanë shtuar, kanë çuar 20.000 lekë për një koshere, gjë për neve është gjë e mirë sepse ka interes për zhvillimin e bletaria është në zhdukje në Shqipëri fatikisht, po me këtë ndihmë nga shteti them se do ripërtërihet. Kemi edhe aplikuar te Zora Financa për 10%, mallin që kemi shit me fator. Edhe po jemi të kënaqur. Për aplikimi për lopë në rregull, kurse aplikimi për naftë ka shumë dokumentacion dhe burokraci. Neve punojmë tokat, i të zotët e tokës marrin naftën e djegin për makinat. Shumë shkresa më duken si burokratike, drejt me të. Ta flasim në shumë, për arsye se çdo njeri që ka marrë tokën, e ka marrë me një vendim atë. Ai ka të drejtë vetë me kontrolloj e kam pluguar se kam pluguar, për mendimin tim. Po të gjerit dhe jo 3 hektarë ashtu. Ne kur i kemi marrë si mas fryme në 1 dylym, në 10 dylym, në kështu. Tani do të bashkojmë, bëhemi shokë. Do njëri, do tjetri, edhe në silë sa të lashe kështu. Aplikimet për masa direkte bëhen online ose pranë drejtorive bujqësore, ndërsa projektet për investime dorëzohen pranë AZBR-s në Tiranë. Skema parashikon edhe rimbursim deri në 70% për kontrollin biologjik në kulturat bujqësore.